Aleanca Kombëtare për Integrim mbrëmjen e djeshme mbajti tubimin për mbylljes në komunën e Vrapçishtit për zgjedhjet e përsëritura të 11 janarit, ku fjalë rasti pati edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili theksoi se koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim është një koalicion që ka mision dhe vizion zhvillimin dhe përparimin e shqiptarëve. Aleanca Kombëtare është bashkim vullnetar i forcave misionare për avancim dhe jetësim të kërkesave të shqiptarëve. Dhe kjo aleancë do funksionoj në të mirë të çështjes të shqiptarëve, në të mirë të gjithë qytetarëve, si një aleancë e cila ka mision dhe vizion dhe nuk bën politika folklorike, emocionale, politika sa për të dalë në ekranet televizive, por bën planifikim politikave si atyre ekonomike, atyre politike e diplomatike.